Në këtë kamion janë komplet 400 kg kokainë. Që se ka qitë fitnetit që ka mire me ro kamionin që po e po parkohet. Sigurisht se në mesin e shumë aksioneve policore të realizuara në Kosovë viteve të fundit, një nga më të mëdhat kishte të bënte me luftimin kundër narkotikëve. Sigurisht se juve ju kujtohet kur policia e Kosovës i pati zbuluar dhe sekuestruar 400 kg narkotik të llojit kokainë në fabrikën MC Food në Lipjan, apo e njohur ndryshe si sasia më e madhe e kapur e narkotikëve ndonjëherë në Kosovë dhe e cila kap shifrën prej miliarda eurove. Tash kemi me i spjegu në detaje bashkë këto pamje cilat janë shfaqur në gjykatën themelore. Pra këto janë pamjet kryesore që janë shfaqur në gjykatën themelore të Prishtinës si prova të administruara sa i përket rastit të 400 kg kokainë të cilat janë kapur në Lipjan, dhe tani është momenti kur kamioni hyn domethënë në kompaninë MC Food, pra brenda kompanisë MC Food. Data është 15/5/2021, pra ka ndodhur para rreth 4 viteve, ora 16:27. Pra në këtë kamion janë komplet 400 kg kokainë, të cilat janë kapur nga policia e Kosovës në kohë rekorde, dhe tani po gjykohen edhe pronari edhe disa punëtorë të tjerë të kompanisë MC Food. Përveç kësaj video ne do të vazhdojmë edhe me një video tjetër ekskluzive e cila nuk është pa më herët, e që në video shihet kompania Seara, pra kompania braziliane e cila e ka importuar kokainën brenda Kosovës, pra në kompaninë MC Food. Ky personi këtu është njëri prej pronarëve të kompanisë MC Food, cili tash po përballet edhe me akuzën e kontrabandimit të kokainës brenda kompanisë së tij. Pra ky dyshohet se është pronari dhe e gjithë kjo që po shfaqet, pra po shfaqet me një qëllim për arsye se pronari bashkë me punëtorët e tjerë e kanë mohuar që në këtë kamion ka qenë kokaina prej 400 kg, mirë po pamjet mujna me thonë që dëshmojnë të kundërtën për arsye se edhe lëvizjet e tyre janë të dyshimta. Pra ky është momenti kur pronari largohet nga kompania MC Food me veturën e tij, pasi konsultohet ose bisedon me dikon prej punëtorëve të tij dhe hyp në veturën e tij dhe largohet komplet nga MC Food. Këto pamje nuk janë shfaqur asnjëherë më parë dhe tani mund të shihni se si hyri kamioni ngarkuar me kokainë në këtë kompani dhe se si u shkarkua malli nga aty. Pamje tani do i shfaqim të plota, por fillimisht kur hyn kamioni i ngarkuar me lëndë narkotike, pra kokainë. Pra përmes pamjeve shihet qartë se kamioni hyri dhe u pozicionua në kompaninë MC Foods dhe tani do e shohim kur vetëm ky kamion qëndron aty e ku shihen më pas edhe punëtorët e kësaj kompanie që bisedojnë e që duket sikur janë në dieni për krejt ngjarjen. Po i shfaqim këto pamje sepse pronarët e kompanisë MC Food gjithmonë kanë deklaruar se nuk kanë qenë në dieni se çfarë gjendej në kamion dhe tani do i shohim pamjet që ndoshta e dëshmojnë të kundërtën. Kompania braziliane Seara, bashkëpunuese me MC Food në Lipjan, po shihet ende përmes pamjeve që ka bashkëpunim pikërisht me kompaninë MC Food të Lipjanit. Sipas dosjes së prokurorisë Izet Sheqiri, pronari i kompanisë MC Food po akuzohet se ka qenë organizator, mbikëqyrës dhe udhëheqës i grupit të organizuar kriminal, ku ka koordinuar aktivitete kriminale dhe ka mbajtur një rol mbikëqyrës mbi gjithë operacionin. Mirë po si ishte mbështjellur i gjithë droga dhe se si duke e shkarkuar brenda magazinës, do të kuptohet tani. Të gjitha këto prova u shfaqen para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë në seancën e zhvilluar ditë më parë. Prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës në këtë seancë tha që për këtë rast nuk posedojnë kamerat e sigurisë kur u shkarkua malli. Mirë po dikush nga kompania MC Food reagoi ashpër pasi tha që e gjithë magazina e tij është mbuluar me kamera dhe ka nga të gjitha anët. Në bjon se nuk i mundësi para kohë të bjon për kohë si e të morë bjon duke. E kuptova.
çdo. Edhe kemi shumë. Prokurori më thonë ko kamera. Ja, rregull. E morëm në pozicion. Nëse pse se ka qitë pit kamera me ro kamionin që po e po parkohet. Ky kamera janë përmi kamion, që to kamera, që to sti kamion. Pra, veç pa nga dole. Pra, një kamerë është mbi kamionin i cili u shfaq në vetje. Po, këza kameros qës është jenë, Ndërsa tjetra kamerë pas një qës, depos, është në qurëshin e depos. po këmisa dhe në qës një, dy kamera janë bo për josta, po gjokën për një kamionat, po nga kume. Rregull, fajn. Edhe një kamerë kërëse që te ka përse gjerën një pimjes, dhe herës një kamerë në qës. Se edhe ta kur te qilë gjerën të të rrok, edhe ta rrok ka borën për josta, te kjerën, që do këtë kjerën këta borë. Okej, rregull. Dhe shqiptoj me pas parasysh që kjo është e njëjta dhe qysh është e moshe vetëm balljet e kamerat të cilat i konvenojnë prokurorisë kanë Qartë. Ja dha shërimin prokurorit që ka pas një konstatim preferencional. Ja, qartë, fatan. Ndryshe, bashkë me Izet Sheqirin po akuzohen edhe Faton Vrajolli, Kadri Sheqiri, Kadri Rahimi, Fehmi Bityqi, Hyzri Sheqiri dhe Nai Morina, lidhur me sekuestrimin e 400 kg kokainë në Lipjan, të cilët u kapën në vitin 2021. Gjykimi është duke vazhduar ndaj të akuzuarve, ndërsa për çdo të re do t'ju mbajmë të informuar.